Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet ja çojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që kanë pasuar dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu poshtë jemi duke folur rreth 40 haditheve të Imam Neveviut dhe jemi në hadithin e 10 e fillotëm herën e kaluar e tash të flasim edhe disa që na kanë mbetur rreth hadithit të 10. Hadithi që e ka transmetuar Imam Muslimi e që vjen prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu se tha pejgamberi alayhis salam: Inna Allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Azza wa Jalla është i mirë dhe i bukur dhe nuk e pranon vetëm se të mirën. Allahu Azza wa Jalla I ka urdhëruar besimtarët me atë çka I ka urdhëruar edhe pejgamberët. Tha pejgamberi alayhis salam në këtë hadith, Allahu po thot: Ya ayyuhar rasul ar-rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. O ju pejgamber, hani prej të mirave të Allahut dhe veprani dhe punoni mirë. Gjithashtu tha pejgamberi e tha ajetin tjetër kur Allahu thot: Ya ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum. O ju që keni besuar, hani prej të mirave dhe halallave që unë ju kam furnizuar me to. E pastaj pejgamberi alayhis salam e përmendi një njeri I cili njeri kishte marrë një udhtim të gjatë dhe ju kishin shprishur flokët e tij për udhtimit të gjatë dhe I kishte ngritur durt përpjet dhe thojke: o Zot, bajke dua. Dhe tha pejgamberi alayhis salam: wa mut'amuhu haram. Mirë pa e kishte ushqimi I tij kishte qenë haram. Wa mashrabuhu haram, edhe pija e tij kishte qenë haram. Wa ghudiya bil haram, edhe ishte ushqy me haram. Fa anna yustajabu lah, e si ti përgjigjet atëherë Allahu Azza wa Jall. Për këtë hadith falëm ose e nisëm me fol dhe kemi mbetë fjala kur tregon pejgamberi alayhis salam se me çatë njëjtën gjë që Allah Azza wa Jall I ka urdhëruar pejgamberët, me çato I ka urdhëruar edhe besimtarët. Pejgamberi Allah Azza wa Jall ju ka thonë që ja ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati, o ju pejgamber, hani prej të mirave, hani prej halallave, wa'malu salihan, edhe veprani mirë, inni bima ta'maluna alim, unë jam I ditur në atë çka ju veprani. Nga që kjo ajet e kuptojna se Allah Azza wa Jall çdo pejgamberi që ka ardhur qysh prej Ademit alayhis salam deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, krejtve Allah Azza wa Jall ju ka thonë, I ka urdhëruar për këtë shariat që ka kjo dispozit që ka edhe e pejgamberëve dhe popujve të mëhershëm që me hongër halal, që me ngronë halal. Ndërsa njëjtat fjalë për ja tha edhe besimtarëve që pastaj mos më I met hatri në kuj prej besimtarëve pastaj më thonë që pse neve na urdhoi Allahu kështu, ndërsa Allahu Azza wa Jall edhe para besimtarëve, para këtyne thjeshtëve, njerëzve të thjeshtë, Allahu çashtu I kishte urdhëruar edhe pejgamberët e Zotit. E kur tha pejgamberi sa inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, në këtë hadith se Allah Azza wa Jall është I pastërt, I mirë dhe nuk pranon vetëm se të mirë në të pastërtën. Allah Azza wa Jall është I pastërt dhe I mirë. Kuptohet prej hadithit se Allahu Azza wa Jall është pa të meta. Allahu është pa të meta. Të tjerët kanë të meta, veç Allahu fuqiplot, Allah Azza wa Jall I lartë madhëruar, vetëm ai është pa të meta. S'ka të meta as në dijen e tij, është I gjithdijshëm. Në fuqinë e tij s'ka të meta, është më I fuqishëm. Është I gjithdijshëm. Allah Azza s'ka të meta në dijen e tij. Allahu Azza wa Jall nuk e ka kotja gjumi asnjëherë. Pra Allah Azza wa Jall është pa të meta dhe bojar dhe I bukur. Allah Azza wa Jall pa të meta dhe I bukur, prandaj Allahu Azza wa Jall tha pejgamberi la yaqbalu illa at-tayyiba, dhe nuk e pranon vetëm se të mirën. Ai mirë është drejt dhe të mirat veç I pranon Allahu Azza wa Jall e nuk I pranon të këqijat. Çka do të thotë që Allahu nuk I pranon të këqijat? Allah Azza wa Jall
Me këtë hadith, pejgamberi alayhis salam na bën me shenjë se Allah azza wa jalla të këqijat nuk I pranon ato vepra të cilat janë të përzijera me dyftërsi, ato vepra të cilat janë të përzijera me kufër dhe shirk. Allah azza wa jalla ato nuk I pranon. Ato që nuk I ka bën dikush veç për hir të Allahut, si ka bën, po I ka bën edhe për hir dikujt tjetër, si pranon? Se Allah është I mirë dhe e pranon vetëm të mirën. E nëse njoni për shembull e bën një vepër për Allah dhe për dikant tjetër bashk, atëherë e ka përzi, e Allah azza wa jalla është aq I mirë saqë nuk pranon vepra të përzijera. Për këtë tha Allah azza wa jalla në suratul Kahf, tha فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Kush për juve shpreson me taku Zotin ditën e gjykimit. Allah kështu po thotash. Kush për juve shpreson me taku Allahun ditën e gjykimit, le të veproni mirë. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Edhe shoqërim Zotit mos t'i ban kërkan. Mos ja shoqëron Allahut askënd. Pra Allah azza wa jalla me këtë ajet na bën me shenjë se Allah I don vetëm veprat që janë të sinqerta, jo të përzijera. Për shembull, siç e përmenda, nëse njëri fal namazin, me përzi pak për Allahun, pak për dikant tjetër. Nëse njëri jep zakatin, me përzi pak për Allahun, pak për dikant tjetër. Nëse njëri jep sadak, pak për Allahun, pak për dikant tjetër, kështu Allahu nuk I pranon. Se çfarë për ta Allah në këtë ajet, kush shpreson dhe e mendon dhe e beson takimin me Allahun ditën e gjykimit, le të bën vepra të mira. E vepra të mira të paqta, edhe mos t'i shoqëron me Allahun askënd në ibadet. Tamam? Edhe si dua, kur bën dua, e bën veç Allahut azza wa jall I drejtohesh. Ndërsa pejgamberi alayhis salam na bëri neve me shenjë pejgamberi alayhis salam se sa e rëndësishme, pejgamberi sa na bëri me shenjë se sa e rëndësishme është kur ta bash një vepër me bën veç për hir të Allahut, edhe nëse është Gjafer, edhe nëse është vepra e vogël krejt. Ama me qenë për Allahun. Ma me vleft, ma në men, ma me vlerë tek Allahu, ma shumë ka me cilë dobi, një vepër e vogël, një vepër me pak vlerë, në syrin tun, me pak vlerë, por është veç për Allah. Ma shumë ka me cilë dobi qikja, se sa veprat shumëta që janë për Allah, ose janë të përzijera me njetë. Në njetë janë të përzijera. Këto në mësej pejgamberi e së më tha, në hadithin që vjen prej Buhurejrës, tha, men të sëdëka bi adli të mërëtin, min kësbi të tajibin, tha, kush për juve, jep një sadak, qëft edhe një temr, edhe një hurme, ose një gjys hurme. Hurme është e vëgët qkaq, ose në vorpin, sa kishtë më shumë zdel, dhe më thonë një hurme, ose sa një gjys hurme jep, e pasaj mirë po me fitim halal, e jep me pasu që një hurme, që ka që hapsi nëse jep, që ka që mal, sa një hurme, por e jep me fitim halal, wala yas'udu ilayhi ila Allahi illa tayyib, edhe që ta dini tek Allahu singritet vetëm se e mira. E ke bën një vepër të mirë, ndash qatë vepër me gjetë tek Allahu, duhet me konë e mirë. E mirë duhet me konë për Allah I bjen. Ndërsa tha pejgamberi, fa inna Allaha yaqbaluha bi yamini. Shikoj çka thot Allah pejgamberi, kur robi e bën një vepër, edhe një hurme të vogël nëse e jep, që e ka fitu me halal. Një hurme, që ka pos mundësit me thonë, një euro, me të sotit, një gjys euro, të veni. Dhe më një gjys euro, e ka pos mundësi, ma shumë se ka pos mundësi, ama që ato e ka halal, dhe e jep veç për hir të Allah. Ati që ka tha pejgamberi a.s. Pejgamberi a.s. tha, Allahu e pranën qatë sadok që ti e dhove, e vëgël, po prej halalit, për hir të Allahut, Allah e pranën me të gjahtën e ti, thumme yurabbiha li sahibiha, e pasaj e kultivan. Allahu ta kultivan një vepër tonë nëse ke bon, e vëgël. Ta kultivan të Allah, sikur për pranorin asoj vepër që ka bon, Allahu ja kultivan, kema yurabbi ahadukum
feluvehu, si kur ndonjoni për juve, qysh e kultivan, qysh e rrit mazin, nëse njoni ka kuaj, ati të vëglit kalit maz, a i dojnë. Edhe kështu tha pejgamberi alayhis salam, si kur njoni për juve, e ka një kalit madh, edhe pasaj një të vëgl, e tu e rrit grua, e bëti madh. E Allah azza wa jalla, nëse ti ke bu një vepër, qëfë sa një hurme të vëgl, e ke dhon, Allah ta pranën me gjahtën e ti, edhe ta kultivan sa, tha hatta tekune methel el gjibel, dhe i rison ditën e gjykimit, bëhë sa një kudër. Sot, qëla bëhë sa një kudër? Një hurme. I bjen, sa një kudër e madhe, ti ke dhon sadaka hurma. Me bo me dhon që atë për hirtë Allahut, të veni, ose ku dështë tjetën për përmeni kështu, me bo me dhon për hirtë Allahut, 1 euro, si mbas kuptimit të hadithit, është që në ditën e gjykimit, një kodër me euro që ti e ke dhonë. Apo e verini, si Allahu e është i pastër dhe pa të meta, dhe e dën një të mirë që ti me bon veç të pastër. Dhe këtë hadith e ka transmetuar Imam Ahmedi dhe të tjerë, dhe Shikshojbi ka thënë hadith është i vërtet. Ndërsa Allahu tha në Kur'an, ilejhi yas'adul kelimu tayyib, tek Allahu ngiriten edhe fjalët të mira veç. Pre, sa interesant. Edhe nëse njoni mendon që ju të fol mirë, nëse njoni mendon që ju të fol mirë, tek Allahu ngriten veprat e mira, cilat mira, jo të mirë nëse njoni vish din me bo, ko eloquence, do mo ose vish din me thur fjalit kështu. Jo, nuk është keq që kjo e mirë. E mirë është kur ti flet diçka për Allah, edhe diçka që lidhet me Zotin tënd. E Allah ka përmend që nuk ka fjalë më të mirë se ai që thret në rrugën e Zotit. E që tu fjalët e mira, e mos mendoni që ngritën dhe ato fjalë veç me fol, veç me bo kallabllak laf, por ato të mira që të afrojnë tek Zoti, e që të largojnë prej atyre ndalesave që Zoti ka ndalu, që ato ngritën tek Allahu azza wa jall. Shiko se vish pak po e përmeni të pare të si e kanë kuptu këtë çështjen, se krej që ka po i biqë të sene. Me të regu se hadithi në tha pejgamberi alayhis salam, ndash mu të pranu duaja jote, duhesh me u largu prej ushimeve harame, prej veshjeve dhe pijeve harame. Tamam? Keq kënë konkluza që ty shka po i thamë, është për që me forcu që ton shka po e thujna. Thamë disa prej të pare, prej tyni Mejmun ibn Mehran, tha, la yakunu rajulu taqiyan hatta ya'lam min ayna malbasuhu. Mos mendani se njoni është njeri i devotshëm. I devotshëm vedeni që i tutet Zotit. Mos mendani që njoni është i devotshëm derisa nuk e din se teshat ka i kenar. Kështu kanë kuptuar të portën. Tjetër sa wa mat'amuhu wa mashrabuhu. Edhe derisa nuk e din se çat ushqim çka po shtin në gojën e tij. Edhe çatu pije çka po shtin në gojën e tij. Derisa nuk i merr vesh ka i kenar, a janë halal as janë halal ta? Pejgamberi e than këta dietar, Mejmun ibn Mehran, tha mos mendoni që është i devotshëm. Pra, nga kjo fjalë të parëve, kuptuar se nëse njoni është i zbukuruar dej ato. Tamam? Është i zbukuruar, por zbukurimin e tyre ka me tesha haram, me tesha ja i ka vjedh, ja pasurin që i ka ble ato i ka vjedh, e pastaj është koqë i dhjamosur, dhe dhjabin e ti e ka prej ushqimeve haram dhe pijeve harame, ata thënë mos mendoni që është i devotshëm, edhe nëse shetu i fol 5 vakte, edhe nëse shetu i agjeru tonë tajte, edhe nëse nështë të i agjeru një ditë punë ju, por që tu i ka me haram, këta të parë po i thujnë mos mendoni që ai është i devotshëm. Tha Yahya ibn Mu'adh prej të parëve, edhe shto për përmendit, të një vazhdojnë pak në herën e arshme, tha se at-ta'atu min khazainillah, tha me ju bindë Zotit është depo prej depove të Zotit. Depo, nëse dënë ti me llogarit që jetë po vepra të mira, e ke mbush një depo me vepra të mira, në rregull, bindja ose një depo me sevape, bindja është kjo. Mirë po tha ky dietar illa ana miftahuha du'a, vetëm se dini se çaja depo është e ka një qelës. E qelësi është me ju lutë Zotit. Me ju lutë Allah të zëvëgjel. E tjetër, wa asnanuha luqamul halal. E dhamt e ati qelësi janë ushqimi halal që të e hanë. Por ti mund ta me veprat tua të mira, me namazin ato, mund ta mosh një depo. Edhe qelësin e ki krej, por po pa bando qelësin e paske. Por ky doja jote për mund të pranu
që ato vepra pastaj më të pranu dhe më të ngrit tek Zoti, po do ka me kon mi pos dhamt ai qelci, e dhamt e qelcit ka ushqimi halal. Apo edhe nëse si është e rëndësishme që robi, nëse don me ju pranu duaja, nëse don me ju pranu duaja, murujt ushqimin e tij me pos halal, pijen e tij halal dhe veshjen e tij halal. Këto për kushtave, edhe se keni me pa në fund hadithit, krejt kushtet ky plotson, edhe i këshyr ky njeri dietari, ky njeri përcen po flet pejgamberi sa, krejt kushtet i plotson, por veç kushtin e ka që ushqimin se ka pas halal, edhe veshjen, edhe pijen, edhe pastaj i del që doja si pranohet. Dashim i pranu doja, këto na mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lusmi Allah në zëvjet në fort në mëshiran, lusmi Allah në zëvjet në pejgamber në gjenetet në takan e kullu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum.